Policia e Kosovës ndaloi të rinj serb në një pikë kontrolli pranë Bistricës mbrëm dhe Raho lëndoi njërin prej tyre, Sasha Blazic, babai i 19 vjeçarit të lënduar Vukashinit, i tha Kosova Online se ai mori ndihmë mjekësore në KBC Kosovska Mitrovica. Sipas Blazicit, djali i tij po kthehej nga Rashka me një tjetër dhe vllaun e tij 13 vjeçar dhe policia i ndeloi ata për të marrë identifikimin e tyre. Siç deklaroi i lënduari Vukashini, i mituri kishte amblemin e klubit e futbollit Crvena Zvezda në telefonin e tij celular dhe ai refuzoi kërkesën e policisë për të hequr afishën nga telefoni i djalit dhe u rrah për këtë. Për këtë rast ka reaguar edhe zyra për Kosovë dhe Metohi, e cila e karakterizoi ngjarjen si një incident etnik të drejtuar nga Albin Kurti dhe kujtoi një sër incidentesh të ngjajshëm në stacionin e lartë përmendur të policisë dhe plagosjen e 2 serbëve një ditë më parë në Deçan. Zyra ftoi përfaqësuesit ndërkombëtar të mbrojnë pjesëtarët e popullit serb në Kosovë. I riu i lënduar u vizitua në spital nga kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, Milan Radojević, i cili deklaroi se dje lista serbe informoi komandantin e NATO-s, admiralin Vitkov, për incidente të shumta dhe ngacmimet e vazhdueshme policore të serbëve në urën e Bistricës. Ai vlerësoi se Veriu i Kosovës është në pushtimin e plot policor. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, Peter Sørensen, u takua veçmas në Prishtinë me kryeministrin në mandatin teknik Albin Kurti dhe presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pas këtyre takimeve, Sørensen u tha gazetarëve se shpreson që ky vit të jetë më i mirë për dialogun dhe se duhet të gjente një mënyrë që të dyja palët të uleshin dhe të bisedojnë përsëri. Vjosa Osmani njoftoi pas takimit se dialogu duhet të synojë njohjen reciproke. I dërguari evropian Sørensen pritet të vizitojë Beogradin nesër. Një person është arrestuar në Zveçan, konfirmoi për Kosova Online zëvendës komandanti për rajonin e Veriut Veton Elshani, duke thënë se rasti po trajtohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe se bëhet fjalë për një mashkull me inicialet SR, i dyshuar për pjesëmarrjen në një sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe policisë së Kosovës në maj të vitit 2023. Ai u ndalua deri në 48 orë për të kujtuar se me 29 maj të vitit 2023 qytetarët protestuan para ndërtesës së komunës së Zveçanit pas hyrjes së udhëheqjes shqiptare të shoqëruar nga njësitë speciale të policisë së Kosovës dhe me atë rast pati një konflikt me pjesëtarët e KFOR-it. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani tha se nga nesër do të fillojë zbatimi i plotë i urdhërit të miratuar më parë nga Ministria e Punëve të Brendshme, i cili trajton drejtimin e një automjeti me autorizim si shkelje të trafikut, si dhe zbatimi i ligjit të miratuar më parë për të huajt. Siç shpjegoi Elshani, bëhet fjalë për zbatimin e procedurës që duhet të hynte në fuqi me 1 nëntor të vitit e kaluar, por zbatimi u shty deri me 15 janar. Elshani theksoi se rregullat e reja nuk nënkuptojnë bllokadën e Veriut, por sankcionimin e atyre që nuk kanë dokumentacion të rregull, duke vënë në dukje se qëllimi nuk është të ndëshkohet, por të vendoset rend në sistemin dhe të regjistrohen personat që qëndrojnë më gjatë në Kosovë. Gazetari nga Mitrovica e Veriut Lazar Stević theksoi për Kosova Online se zbatimi i ligjit për të huajt do të krijojë një problem të madh për njerëzit që nuk kanë dokumente të Kosovës dhe se kjo do të prek kryesisht punonësit e institucioneve që nuk janë të integruar në sistemin e Kosovës, si dhe studentët. Ulëmtuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vujinović thotë se qëllimi i Prishtinës është të përjashtoj plotësisht institucionet serbe nga Kosova, duke miratuar një ligj për të huajt dhe targat, dhe se kjo do të vështirësojë më tej jetën e komunitetit serb, sepse të dyja gjërat janë thelbësore për serbët.
Politikologu nga Graçanica Ivan Tomić beson se ligji për të huajt nuk ka të bëj fare me vendosjen e rendit, por më tepër me një sistem të vendosjes së kontrollit dhe një mekanizëm për të ushtruar presion mbi serbët, sepse ligji për të huajt mbështetet në premisën e gabuar se serbët që jetojnë në Kosovë dhe nuk kanë dokumentet e Kosovës janë të huaj. Nesër do të mbaj mot mesatarisht i vrand në veri dhe perëndim të Serbisë dhe mot me diell në jug dhe lindje. Do të fryjë rele deri mesatare nga jug perëndimi. Relat e visht mot i ngrohtë gjatë ditës, temperatura e mëngjesit -4 deri në 2, kurse ajo më e lartë a ditës nga 4 deri në 12 gradë Celsius.